Profeti alayhi salatu wassalam hodhi syt ke fytyrat të pranishme në ditën e Arafatit dhe shikon të ardhmen e imetit, pra zgjerimin e Islamit në vazhdimsi. Pra hodhi shikimin e zemrës dhe hodhi fjalën e vet, jo vetëm për ato pranishëm, por për të gjithë brezat deri në ditën e Kiametit. Që kjo vit të mos harrohet kur, kjo ligjërat, kjo kontest profetike mos harrohet kur, dhe fillon e Johan nas isma'u, o e njerëz dëgjoni. Pra se unë ndoshta nuk do të vi vitin tjetër bashkë me ju, për në të takohemi bashkë me ju në këtë vend. Pra po ja u them juve edhe ja kam thonë prej Kiametit, deri në Kiametin. Nuk është kjo shprehje e profetit alayhi salatu wassalam, thjesht çështje ndjenjas me një botë prekshëm masën. Profeti alayhi salatu wassalam nuk ka qenë aktor. Po unë ndoshta kam frikë se s'do takohem me ju mas dit viti, pra e jeni tepër serioz. Kjo ato që ligjoni është amanet gjatën tuaj. Dhe ja përcjellni të tjerëve. Është e rëndësishme. Amanet për Zotit. Pra unë po përgatitem për shpërngulje, për udhtim të largët, për të ikë kjo botë, për dalë botën tjetër. Atë mision që kisha unë e keni ju, mos kësaj dite. Vërtet ndarja, siç do vikëm mësimet e ardhshme, me profetin alayhi salatu wassalam ishte të onditse. Po momentin, po ai që ka gjuar fjalët e profetit alayhi salatu wassalam, jeta ime është më e mirë për ju. Vdekja ime është më e mirë për ju, të dyja të mirë. Po, e kemi fjalën që çështja e amanetit. Misioni i profetit u krye amanetin. Ja u përsolli fen njerëzve të saktë, sqaruar, të pastër. Me fjalën, modelin e vet, përsosur. Kjo është çështja kryesore për kjo lloj e folure. Nuk është çështje ndjenjash. Çështje ndjenjë. Dakor, ndjenjat kanë vendin e vet. Po më përballu se po hik pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe nuk do me ditë se çfarë amanetit kalon. Çfarë rëndësie. Çfarë rëndësie. Nuk do me ditë se çfarë do thonë, që t'ja përcjellësh tjerëve. S'ka rëndësi fare.